Asalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar shikuesja, ku ritakuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi i haditheve profetike. Jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhët hoxhë i nderuar. Mirë se gjetëm. Hoxhë i nderuar, sot do flasim për hadithin e Aishës dhe është një temë shumë e bukur për nënat e besimtarëve, por gjithashtu dhe për gratë e gjithë botës. Mbasi të përmendim tekstin e hadithit, vazhdojmë me shpjegimin e tij inshallah. Po edhe sërish do të jemi së bashku me një nga hadithet e shtojcës Imam Ibn Rajabit, mbi 40 hadithe Imam Newawiut. Hadithin e sotëm transmeton nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, të njëjtin gjykim siç e ka gjaku, e ka edhe gjithënia. Të njëjtin gjykim siç e ka gjaku, e ka edhe gjithënia. Domethënë, është një koncept në Islam që quhet el-mahramie, pra kur një femër konsiderohet e ndaluar për një mashkull, mahremie. Siç e ka efektin gjaku, e ka efektin gjithënia. Pra nëse do ta përshtasim në shqip, efekti i gjithënies është si efekti i gjakut. Normalisht që ka nevojë për shpjegimin e vet dhe për komentimin e vet. Hoxhë nderuar, për të kuriozitetin e shikuesve, a mund të jepni një shpjegim më të gjerë të këtij hadithi dhe temën që ai trajton? Normalisht në Islam kemi diçka që quhet, domethënë, ligji i gjakut, që do të thotë me ligjin e gjakut në Islam, njeriu, mashkullit, i ndalohet të martohet me një kategori të caktuar të rrethit të afërt, që është përmendur në surën En-Nisa. Janë të përcaktuara nënat, bijat, motrat, mbesat, hallat, tezet, e kështu me radhë janë përmendura. Shkaku dhe arsyeja e ndalimit është gjaku. Kemi dhe një arsye të dytë se pse ndalohet, le të themi, një femër për një mashkull, që është krushqia. Kemi një arsye të tretë se pse ndalohet një mashkull, që është gjithënia. Pra, gjaku është përmendur në Kur'an. Çështja e, le të themi, krushqisë është përmendur në Kur'an. Çështja e gjithënies është përmendur gjithashtu në Kur'an. Pra, thjesht hadithi ka komentuar ose ka dhënë një koment, një dritë më shumë mbi ajetin kuranor ku Zoti thot hurrimet aleikum, ju janë ndaluar juve martesa me, edhe faktikisht aty thot wa ummahatukum min ar-radha'a wa akhawatukum min ar-radha'a. Pra i ka përmend Zoti faktikisht. Pra hadithi ka ardhur si një dritë më shumë. Çfarë kuptojmë ne me këtë gjë? Pra, nëse një fëmijë ka pirë tek e njëjta nën ku pin dhe një fëmijë tjetër, atëherë ky fëmijë, si më thon, ka ligjin e fëmijës së gjakut për ata fëmijë, dhe ata fëmijë me këtë fëmijë. Le ta hapim me shembull që mos ta ngatrojmë kështu me fëmijë punën. Për shembull, një grua është një nënë e cila ka, le të themi, 8 fëmijë dhe i jep gjë gjithashtu Muhamedit, i cili është bir i një nëne tjetër. Në momentin që Muhamedi pin 5 herë gjë te kjo nënë dhe ngopet 5 herë, atëherë ky Muhamedi bëhet, si më thon, si vëlla për këto 8 fëmijë, dhe këta 8 fëmijë e kanë si vëlla Muhamedin. Pra konsiderohet si vëlla i tyre, që do të thotë këto motra mund të rinë përpara tij pa hijab, ky mund të udhtojë me një nga këto motra, quhet motër nga gjiri apo vëlla nga gjiri, ose një grua tjetër, le të themi, ka 10 fëmijë dhe i dha gjë, le të themi, Merjemes. Tani Merjemja për këto 10 fëmijë konsiderohet motër gjiri dhe këto 10 fëmijë konsiderohen vëllezër dhe motra gjiri për Merjemin. Jo për vëllezërit e tjerë të saj dhe të motrat e tjera të saj, po vetëm për të. Vetëm kjo ka të njëjtin gjykim. Pra, nuk lejohet martesa me të, lejohet udhëtimi me të, lejohet që të dali përpara tij pa hijab, lejohet takohet me të, të rrimë me të, të përqafohet me të, sepse është e njëjta gjë. Po kjo jo vetëm tek fëmia, kjo funksionon edhe për prindit. Quhet kjo nëna nën gjiri dhe quhet baba gjiri. Pra kjo vajza lejohet që të dali përpara babait të gjirit pa shami. Lejohet që të udhtojë me të sepse është haram. Pra është e ndaluar për të përjetësisht. Domethënë sepse përderisa gruaja e tij ka dhënë gjë, ka të njëjtin gjykim. Që kjo të funksionojë ashtu siç duhet, ka 2 kritere. E para, duhet të jetë 5 ngopje, pra 5 herë dhënie gjë, dhe në këto 5 herë dhënie gjë, fëmia duhet të ngopet. Pra do të rrinë një moment që ai e ndërpret vet pirjen e gjirit.
Ky është kushti i parë. Dhe kushti i dytë të jetë në një kohë që është koha e gjithëdhënies dhe fëmia nuk merr ushqim tjetër. Sepse nëse fëmia për shembull pinë në një moshë të madhe, madhore, nuk funksionon. Do të jetë në kohën e 2 vjeçarit, siç thot Zoti në Kur'an, wal walidatu yurdi'na auladahun hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Nënat japin gjithë fëmijëve të tyre për 2 vite për atë që do të plotësoj kohën më të mirë të gjithëdhënies. Si më thënë, kjo është koha më e mirë dhe kjo mund të jetë një temë tjetër diskutimi. Pra, nëse fëmia pinë gjë në kohën e gjithëdhënies, nuk merr ushqime të tjera ose ushqimet e tjera janë më pak se sa gjiri, kushti i dytë, dhe pin 5 herë e lartë, pra nëse pin 3 herë nuk konsiderohet, nëse pin 4 nuk konsiderohet, 5 e lartë, atëherë konsiderohet, atëherë ky fëmijë merr ligjin ose merr gjykimin e vëllezërve sikur më qenë vëllezër gjaku apo të motrave sikur më qenë motra gjaku, ama vetëm ky fëmijë dhe jo vëllezërit e tij apo motrat e tij të tjerët, vetëm ky me fëmijët e nënës tek e cila ka pirë qumësht. Nëse ndodh që 2 nëna japin gjë 2 fëmijëve njëkohësisht, atëherë bëhen, si më thon këta fëmijë për këtë fëmijë, po edhe këta fëmijë për fëmijën në fjalë i cili është në të njëjtën moshë me fëmijën që ka pirë gjë. Hoxha nderuar, ju e përmendën ajetin e gjithëdhënies. Do thonë, a ka diçka konkrete dhe përcaktuar në Kur'an se sa duhet të jetë vitet ose koha në të cilën nëna do të ushqejë fëmijën e saj me gjë? Koha më e preferuar sipas Kur'anit, siç e përmenda pak më herët, është koha 2 vjet, që domethënë gjëja më e mirë që mund të bëjë një nën, si më thon në ushqimin e fëmijës vet, është ta ushqejë atë 2 vite me qumështgjiri, normalisht që kjo ka, si më thon, ka një urtësi të madhe brenda që është nëna përveç se jep gjirin fëmijës, jep me gjirin jep edhe dashurinë, jep edhe ngrohtësinë, jep një lloj, le të themi, lidhje që duhet krijojë faktikisht, ka një lidhje shpirtërore se ka qenë brenda barkut të saj dhe kjo lidhje vazhdon të jetë edhe kur fëmia del nga barku. Kjo sipas Kur'anit koha më e mirë është 2 vite. Mirë po prapë sipas Kur'anit lejohet që kjo kohë të jetë edhe më pak nëse prindrit e shohin të arsyeshme. Pra kjo është një gjë që nuk merr vendim babai kështu apo nëna kështu, po të 2 prindrit marrin një vendim përbashkët se çfarë është më e mira për fëmin. Sepse për shembull qumshtin mund të jetë i pamjaftueshëm, ndoshta nëna nuk i ka mundësitë për shkak punëve dhe angazhimeve që ajo mund të ketë, ndoshta shihet e arsyeshme të merret një gjithëdhënëse me qira. Edhe kjo është e lejuar në Islam, vetëm se ky fëmijë normalisht konsiderohet vëlla për bijt edhe bijat e saj nga qumshti, pavarësisht se kjo është e marrë si më thënë me qira. Dhe këtë prap Kur'ani e ka parashikuar nëse kjo bëhet me mirëkuptim. Dhe Zoti i Madh për shumë interesante, domethënë, përmend këtu kur flet për gjithëdhënien, thotë është burri përgjegjës për ushqyerjen mirë të bashkëshortes tij në kohën e gjithëdhënies. Domethënë, koha e gjithëdhënies është një kohë kur nëna ka nevojë për kujdesje të veçantë, sepse ne e dimë shumë mirë në Islam, burri ka përgjegjësinë, le të themi, e shpenzimeve dhe ekonomike të familjes. Pse duhesh e përmendur? Sikur po thot Zoti i Madh, gruaja në këtë lloj situate, në këtë lloj faze të jetës saj, ka nevojë për një kujdesje disi më të veçantë. Prandaj mos ju duket shumë, le të themi, burrave kur shpenzojnë diçka më shumë në këtë kohë, sepse është komplet një kohë tjetër dhe nëna tashmë, ajo gruaja pra ka kaluar në dimensionin e nënës dhe shumë, le të themi, gjëra ndryshojnë tek ajo, e si pasojë është një kohë që me të vërtetë duhet marrë në një kujdes shumë më të madh. Vazhdimisht femra duhet të jetë në kujdes, vazhdimisht femra duhet të jetë në, si më thënë, në dhimbshuri, vazhdimisht femra duhet të jetë e mbrojtur etj, po në këtë kohë edhe më shumë, sepse dim raste për shembull që mbas lindjes, domethënë, ka pas ndryshime, le të themi, ndryshime personaliteti tek femra, probleme hormonesh, frikra etj. Pra qenia e burrit pranë, ndërtja e tij pranë është një lloj, le të themi, një lloj ilaçi ose një lloj kurimi shumë i mirë i këtij ndryshimi që mund të ndodhë tek femra. Për këtë arsye e përmenda këtë që Islami ka kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese kujdesit të veçantë ndaj nënës gjithëdhënëse.
Hoxha nderuar, ju përmend shumë bukur që koha në të cilën nëna do të ushqejë fëmin është 2 vjete. Por në ajetin tjetër përmendet 30 muaj. Si të bëjmë një balancim midis këtyre dyjave? Ajeti tjetër faktikisht është një ajet ku përmendet edhe diçka tjetër, thot wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hamluhu wa fisaluhu, si më thën, shtatzania dhe gjithënia. Kjo më kujton me një histori që ka ndodhur në kohën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, ku, si më thën, ndodh, le të themi, një ngjarje e çuditshme, ku një femër lind fëmijë 6 muajshe. Dhe normalisht kjo ishte shumë e çuditshme për atë kohë, si ka mundësi, dhe fillun gojet e ligat të flasin se kjo femër mund të jetë imorale. Mirë, por ne e dim shumë mirë që në Islam nuk mund ta akuzosh një person për adulteri vetëm se me 4 dëshmitar, cilët etj, gjë që pothuajse është e pamundur. Dhe Ali radhiyallahu anhu thot, ku janë dëshmitarët? Jo, thot, pse thot çuditeni? A nuk thot Zoti në Kur'an, shtatzania dhe gjithënia 30 muaj? Domethënë që gjithënia 24 muaj, edhe 6 muaj, si më thënë, shtatzania 30 muaj. Edhe me të vërtet kjo është e vërtetuar, edhe sot unë di raste që fëmijë kanë lindur 6 muajsh edhe jetojnë. Domethënë është mrekulli e Zotit, që Zoti e ka përmend në Kur'an, sikur na thot Zoti, o njerëz, mund të jetojë fëmia edhe 6 muajsh. Hoxha nderuar, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam e vazhdoi gjithënien dhe mbas periudhës 2 vjeçare. A është e këshillueshme kjo për të bërë me fëmijët ta? E bukur. Gjëja më e mirë për sa i përket gjithënies është mosha 2 vjeçare, siç e thot Zoti në Kur'an. Teprimi nuk është i këshillueshëm, pra të kalohet kjo, përveç se në raste nevoje. Rasti i pejgamberit alayhis salam, ajo që ka ndodhur me pejgamberin alayhis salam nuk ka qenë profeci. Pra kjo ka ndodhur diçka që ka të bëjë ose kishte të bënte me traditën arabe. Dhe tradita arabe nuk i njihte këto kufijt e para. E dyta është vërtetuar shkencërisht dhe mjekësisht, domethënë se teprimi, pra mbi 2 vjeçari nuk është në dobi të fëmisë. E treta, Halimja radhiyallahu anha, sepse ajo më vonë ka pranuar Islamin, si më thon, tentoi ta mbante edhe 2 vjet tjera, sepse pa bekimin e Zotit në pasurinë e saj, në fëmijët e saj, në delet e saj, në kullotat e saj, gjë që si kishte menduar ndonjëherë. Pra, historia pak shkurt, Halimja radhiyallahu anha, kur vjen, nuk ishte besimtar pra në atë kohë, po ne po themi se ajo më vonë ka pranuar Islamin, kur vjen në Mekë, trokisnin në përdyert, ishte tradita arabe që kur lindin fëmijët, vinin, le të themi, gratë beduine, edhe i merrnin fëmijët për 2 arsye, për klimën më të mirë, domethënë problemi i klimës ka qenë edhe në atë kohë, klima më e mirë në fshatrat e largëta, dhe arsyeja e dytë, gjuha më e pastër. Çfarë bënin qytetarët, le të themi, lindte gruaja, rrinte disa kohë, le të themi, në familje dhe me nënën e vet, pastaj vinin gratë gjithënse nga fshatrat dhe i merrnin për ti. Sikur të marrin sot fëmijët e qytetit dhe ti çosh në fshat, sa atje ka fruta, ka perime, ajër. Edhe kështu, edhe kur vinin tek shtëpia e Abdul Muttalibit, trokisnin fëmijë pa bab, gjyshi kujdesej për të, edhe iknin ato gratë. Dhe gjitha gratë morën nga i fëmijë me një rrogë shumë të mirë, ndërsa mbeti Halimja pa fëmijë. E fundit arriti në qytet, si më thënë, erdhi e fundit, e si pasojë gjeti zëna, le të themi, dhe kur pa që gjitha gratë morën, e morë ajo, le të themi, dhimbshuria e nënës, pse të kthehemi unë pa fëmijë, dhe shkoi trokiti, i thanë, kaq ne kemi për të paguar, s'kemi mundësi tjetër. Dhe me marrjen e profetit alayhis salam, ajo ishte e fundit kur erdhi, doli e para. Pra çudi ndodhi diçka, domethënë. Dhe kullota e saj filloi të shtohej më shumë dhe delet e saj jepnin qumësht më shumë, dhe në moshën 2 vjeçare, kur do të ktheheshe fëmia, siç e kthenin të gjitha, pra ka qenë tradita 2 vjet. Ajo i kërkon familjes ata mbajtë 2 vjet të tjera, sepse kishte provuar se ç'ndodhi në shtëpinë e saj, në pasurinë e saj, edhe kur ndodhi mrekullia e Çaris Gjoksit, pra ndërkohë që thot po lozja me vëllezërit e mi nga gjiri, edhe po kullosnin delet, sepse i çonin me dele qysh të vegjit që të stërviteshin, thot u shfaq një burr i cili më shtriu në tokë, dhe më çau Gjoksin, ma nxori zemrën, hoqi një pjesë dhe i quajti, tha këtu fryn shejtanin zemrën e njeriut, pastaj e mbylli ma qepi, ma lau në një tas me ujë, zemzemi, pra kishte qenë ujë zemzemi, dhe ma ktheu sërish. Thot Enes ibn Malik, që e transmeton këtë fjalë nga pejgamberi sallam,
dëshmoj se i kam parë fijet e qepjes, pra shenjat e qepjes në gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht Xhibrili mund ta mbyllte edhe pa shenjë, po duhet mbeste si argument dhe si mrekulli. Shkojnë djemt, pra vëllezërit nga Xhiri, shkojnë tek nëna e tyre Halimja dhe i thonë e kanë vrarë Muhamedit. Kur vjen ajo e gjen pejgamberin sa që i kishte ik ngjyra e fytyrës, edhe çohet me zor merr veten derisa stabilizohet. E kthen Halimja djalin tek familja me të mbushur ose aty afër ishin mbush, domethënë ishte koha ku ishin mbush 4 vjeçari dhe e kthen tek familja e vet dhe ka qenë nga deri Zoti që ai të rinte edhe 2 vite me nënën e tij, sepse në moshën 6 vjeçare ndron jetë nëna e tij sallallahu alaihi wasallam. Hoxha nderuar, thuhet që në Kur'an kanë zbritur ajetet e gjithëdhënies, por më pas ato janë abroguara. Në ç'kuptim pra quhen të abroguara? Atëherë ne kemi në Kur'an atë që quhet nasikh wa mansukh. Nasikh ajetin fuqi, mansukh ajeti i shfuqizuar. Ajetet, si më thënë, e abroguara dhe ajetet abroguese. Thot Zoti në Kur'an, ma nansakh min ajetin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nëse ne abrogojmë e shfuqizojmë një ajet, sjellim një tjetër që është si ai ose më i dobishëm për ju se sa ai ajet që u shfuqizua. Shfuqizimi në Kur'an ose abrogimi i ajeteve është 3 llojesh. Raste kur mbetet shkrimi, po abrogohet ligji dhe gjykimi. Për shembull, Zoti kur flet për, le të themi, zin, jo në kuptimin ton, po në kuptimin fetar, që do të thotë thjesht femra nuk zbukurohet, tha në fillim fare, tha 1 vit. Dhe më pas tha 4 muaj e 10 ditë. Dhe faktikisht ky ajeti 1 vit lexohet edhe sot e kësaj dite. Po është dhe ajeti tjetër që thot 4 muaj e 10 ditë. Atëherë, normalisht sipas hadithit, është shpjeguar që ky ajeti i parë që thot 1 vit është abroguar. Mirë, por lexohet edhe sot e kësaj dite. Pra në këtë rast kemi mbetje të shkrimit dhe abrogim të ligjit dhe të gjykimit. Kemi rastin tjetër kur abrogohet, si më thën, gjykimi. Kemi rastin tjetër kur abrogohet ose fshihet ajeti kuranor, mirë po mbetet gjykimi. Pra zbret një ligj nëpërmjet një ajeti dhe ky ajet më vonë urdhërohet pra nga Zoti, se nuk ishte kjo punë nga pejgamberi sallam, të fshihet ajeti, mirë po gjykimi mbetet, siç është rasti i adulterisë, kur personi ose personja është e martuar apo i martuar. Kemi rastin e tretë, që është ky rast për cilin ne po flasim, kur fshihet edhe ajeti, shkrimi, po edhe ligji dhe gjykimi. Dhe si ky rast, po është një hadith që transmetohet po nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot edhe mas vdekjes pejgamberit sallam mbeti në memorien e njerëzve ajeti kuranor ashru radha'atin yuharrimna, 10 gjithëdhënie kanë ligjin ose funksionojnë si gjaku ose kanë funksionin e gjakut ose kanë gjykimin sikur me qenë prej gjakut. Pra ka qenë në Kur'an e shkruar, është shfuqizuar shkrimi, pra nuk është ky ajet sot në Kur'an, po është shfuqizuar edhe gjykimi. Për këtë arsye në hadithin tjetër thot khams, pra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 5 gjithëdhënie. 5 gjithëdhënie, domethënë 5 gjithëdhënie e çojnë njeriu në ligjin e gjakut ose e bën lidhjen e njeriu me të tjerë si lidhja e gjakut. Hoxha nderuar, ju e përmendët pak më parë, domethënë që ajeti vjen gjithëdhënia dhe shtazania zgjat 30 muaj. Nëse fëmia lind 6 muaj, atëherë ai e plotson me 2 vjet. Por nëse fëmia lind për shembull 9 muaj, a ka një periudhë të përcaktuar përveç 2 vjetën nëse prindërit domethënë përzgjedhin që ta bëjmë më përpara për arsye shëndetësore, a lejohet kjo në Islam? Absolutisht që nuk ka asnjë lloj problemi. Domethënë për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, pra në ajetet ku flitet për gjithëdhënien, nëse ata dakordojnë me njëri tjetrin për ta ndërprerë më herët, nuk përbën mëkat. Pra mos kuptohet urdhri kuranor si obligim. Po kështu për shembull edhe femra kur nuk ka, për shembull ka raste që femrat nuk kanë, mund të marrin qumësh, domethënë le të themi nga këto qumështat që serviren domethënë për fëmijët, nuk përbën asnjë lloj problemi. Pra ajeti kuranor nuk është obligativ, ajeti kuranor është orientues, është këshillues dhe si më thon orienton tek më e mira. Për këtë arsye, domethënë lejohet marrja
një gruaje gjithdhënëse me qera, për këtë arsye lejohet blerja e qumshtit që nuk ka të bëjë fare me njeriu, nuk nga ky që shitet për farmaci, pra nuk është problem fetarisht. Thjesht Kurani ka udhëzuar tek ajo që është më e mira dhe më e shëndetshme dhe më e dobishme. Dhe unë për fat, domethënë, u bë vite që kam lexuar një nga studimet më të bukura të bërë nga një motor besimtare, e cila është e kësaj fushë, e cila domethënë në afërsisht 50 e sa faqe argumenton mirësitë, vlerat dhe le të themi atë pjesën shkencore të mrekullisë profetike dhe të mrekullisë kuranore se si dhe pse i Madhi Zot domethënë urdhëroi gjithdhënien 2 vite dhe se si ndikonte kjo në gjendjen psikologjike të femrës, po edhe se si domethënë femra përveç gjirit i ushqen tek fëmia edhe atë lidhjen që duhet të ketë faktikisht nëna me fëmijën, që ndoshta duke marr preparate, duke marr gjëra të tjera, nuk e gjen dot, nuk e gjen askund. O të nderuar, ju e thatë pak a shumë edhe në fillim të emisionit, që në momentin që nëna i jep fëmijës gjë, fëmia domethënë krijon një lloj marrëdhënie më të ngrohtë me nënën, ai ka qejf edhe kur rritet ka qejf të marrë erë gjoksin e nënës. Plus ju e thatë shumë bukur, domethënë nga ana shkencore se me anë të gjirit fëmia merr të gjithë pothuajse gjithë vitaminat, komponentët që i duhen, komponentët të cilit i duhet. Por pyetja lind në situatën ose në realitetin e sotshëm, kur femrat nga frika për mos i prishur gjoksi, ato e heqin pra gjithdhënien ndaj fëmijës dhe e ushqejnë me qumësh farmacie. Kush është këshilla juaj, domethënë, për teleshikuesin në këtë rast? E para gjë, domethënë, kjo nuk është as pak e mirë edhe për femrën vet, sepse në të njëjtën studim që unë përmenda pak më herët, është edhe fakti i kancerit të gjirit. Domethënë, një gjithdhënie e mirë është një arsye shumë e mirë për ta mbrojtur nënën nga kanceri i gjirit. Dhe ndërprerja e gjithdhënies, jo sipas asaj metodike që ka sill Zoti në Kur'an, është një nga arsyet që femrat sot përfundojnë në kancerin e gjirit. E dyta gjë, nënat sot, nëse do t'ju dalin fëmijë nesër, cilët nuk kanë dhimbshuri për nënat e tyre, nuk ndjejnë gjë për to, një nga arsyet le të themi janë pikërisht dhe ato vetë. E treta, një nënë e cila nuk ka këtë lloj afrimiteti dhe këtë lloj dashurie dhe këtë lloj asfiksioni për fëmijën e saj, domethënë fjala nën çfarë kuptimi ka, nëse nuk do të ketë këtë kuptim. E ke parë si e ka krijuar i Madhi Zot fëmijën e vogël. Për shembull, nëse është afër nënës, edhe po nuk piu, ai është i qetë dhe nuk qan. Në momentin që e merr dikush tjetër ose vendoset në krevatin, le të themi anash, ai fillon dhe qan se don ngrohtësinë e nënës. Kjo është ajo mrekullia e Zotit, domethënë, që domethënë e bën nënën një emër që nuk mund zëvendësohet me asnjë emër, e bën nënën një femër që nuk mund ta zëvendësojë dhe nuk mund ta garojë dhe nuk mund ta konkurrojë asnjë femër në botë, sepse ajo ka tretur trupin e saj, ka dhënë nga trupi i saj dhe ti ke marrë prej saj, dhe këto janë mrekullitë të Zotit që kush i ndërpret për shkak të modernizmit, për shkak të dukjes bukur, për shkak për mos prish le të themi paraqitjen e ku dëgjon etj, të gjitha këto konsiderohen le të themi mahrumat, domethënë femra të cilat e kanë privuar veten e tyre nga disa mrekulli që nuk do t'i përjetonte femra vetëm nëse do të este sipas asaj metodike të bukur që na jep Zoti i Madh. Kjo është mrekullia e Kuranit, kjo është mrekullia e Islamit. Pra jep orientime para 15 shekujsh, gjëra që sot shkenca, njerëzit, mjekësia, mahnitët dhe habitet, gjë që e bën, domethënë këtë fe që qet gjithmonë në pararoj të çdo lloj zhvillimi, të çdo lloj modernizmi, të çdo lloj gjëje që mund të ecë bota. O të nderuar, a e sugjeroni juve gjithdhënien për nënat shqiptare, që ato të marrin dikë me pagesë, kundër një pagese për t'ia dhënë? Unë faktikisht do ta sugjeroja për shkak të rritjes së numrit të mahremies, domethënë do të kishte shumë lehtësim. Për shembull në rastin kur janë kunata me njëra tjetrën, do të lehtësonte shumë punë, domethënë në mënyrë që të ketë më shumë liri, hyrje dalje me fëmijët e kështu me radhë. Faktikisht unë do të sugjeroja gjithashtu që nënat që merren si gjithdhënëse të përzgjidhen.
Pra, domethënë ne duhet shohim tek nëna që marrim si gjithënse për fëmin ton, duhet shohim devotshmërinë për kushtimin ndaj Zotit. Duhet shohim le të themi edhe pse jo le të themi cilësitë e qumshtit, domethënë që të jetë i tillë që me të vërtet i përmbush nevojat e fëmisë ton, sepse ne po e marrim, si më thon, për plotsu disa nevoja ose për të përmbush disa boshllëqe që mund të ketë qumshti i nënës bio, qumshti i nënës origjinale. Dhe ka të bëjë, domethënë le të themi reflekton diçka nga nëna e cila jep gjë, padyshim që do të ketë le të themi një reflektim edhe tek fëmia, pra do të ketë një ndikim patjetër. Për këtë arsye është mirë që të zgjidhet brenda disa kritereve të mira, po unë mendoj që një nga kriteret më të rëndësishme është devotshmëria dhe përkushtimi ndaj Zotit. A mund të trashëgojnë nga gjithënia, a mund të trashëgojnë sëmundje të nënës që jep gjë? Këtë faktikisht kjo është një pyetje që nuk na takon neve, domethënë si hoxhallar, është një pyetje që duhet pyeten mjekët specialist, pra nuk e mbuloj dot, por në raste të tilla ne sugjerojmë që të ketë konsultencë me mjekët specialist. Pra ta përzjedhi atë që mos ketë sëmundje të trashëgueshme ose të jetë shëndosh dhe mos ketë probleme shëndetësore. Po prandaj tash nuk e di, domethënë, a më të vërtet për shembull një nën me diabet mund ta trashëgojë apo s'ka lidhje. Pra kjo është një fushë që nuk na ka token. Edhe neve hoxhallarëve duhet mësohemi, ne hoxhallarët duhet mësohemi që themi ndonjëherë nuk e dim, edhe kjo është një çështje që faktikisht nuk mund të jap, si më thon, një opinion për të. Allah ta shpërbleft thosh. Amin dhe juve. Të nderuar të shikues, shkëputni për pak minuta dhe ritakojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit ton, jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaja, hoxhën e nderuar për kuriozitetin e teleshikuesve. A trashëgon fëmia për shkak të gjithënies? Për këtë arsye, i dërguari Allah sa më tha yahrumu, pra bëhet fjalë vetëm për çështjet e martesës dhe mahremies, dhe nuk përfshin të tjerat. Pra nuk si më thon, nuk shpërndahet, nuk shkon ky gjykim dhe ky rregull për asgjë tjetër, vetëm në çështjet e martesës, vetëm në çështjet e martesës dhe të mahremies. Nuk e di, në realitetin shqiptar ekziston një lloj tradite, pin gjak dhe u bën vëllezër. Do thonë, neve në Islam na ndalohet pirja e gjakut, por na lejohet pra ky bashkimi midis gjithënies, pra quhen vëllezër për shkak të gjithënies. Tani në rastet e agjërimit, një femër e cila është me gjithënie, a ka lehtësime kjo femër në çështjen e gjykimeve islame? Byrazërlliku apo vllazërimi nëpërmjet gjakut normalisht është një traditë pagane, nuk ka të bëjë as pak me Islamin dhe Islami nuk e njeh këtë gjë. Domethënë pavarësisht se mund të aplikohet apo mund të aplikojnë njerëzit, sepse gjaku domethënë nuk lejohet që të pihet sipas Islamit, ndërsa qumshti i nënës është i pastër, e si pasojë, domethënë ai ka efektet e veta dhe është i pastër, diçka e pastër që futet në trupin e njeriu, pra nuk është si puna e gjakut. Në lidhje me gjithënien dhe disa adhurime, normalisht që i Madhi Zot duke e ditur i Madhi Zot gjendjen e një femre gjithënse, sepse ajo domethënë ka lodhjen e vet, ka mundimin e vet, po tham mund të ketë edhe atë lodhjen psiqike, domethënë për shkak të ndryshimit të hormoneve që ndodh mas lindjes, Zoti i Madh ka marrë në konsiderat këtë lloj gjendje të femrës, duke e ditë që ai është krijuesi i saj dhe i ka dhënë disa lehtësime. Pra, një femër e cila është shtatzën apo është me gjithënie, i lejohet që mos ta agjërojnë Ramazanin. Pra, e kanë si një lehtësim nga Zoti, një sadaka nga i Madhi Zot, që mos ta agjërojnë. Dhe arsyeja që mos ta agjërojnë është, le të themi, për shëndetin e tyre, po mund të jetë edhe për shëndetin e fëmijës tyre. Për shembull, një grua shtatzën mund të mos agjërojë, po nëse agjeron, agjërimi i saj është i saktë. Një femër gjithënse mund të mos agjërojë, mirë, po nëse agjeron, agjërimi i saj është i saktë, sepse ka shumë motra për shembull që pyesin, a më quhet mua agjërimi sepse unë jam shtatzën, apo a më quhet mua agjërimi se unë jam gjithënse. Quhet agjërimi, pra agjërimi është i saktë. Mirë, po mos agjërimi është lehtësim. Arsyeja pse nuk agjeron femra mund të jetë frika e bebit, për shembull në rastin e shtatzanisë, apo frika e fëmijës lindur në rastin e gjithënies. Po mund të jetë edhe frika e shëndetit të tyre. Domethënë një femër domethënë është shtatzën dhe ka frikën për veten e saj. Edhe në këtë rast mund të mos agjërojë. Po edhe për merakun e fëmisë mund të mos agjërojë, edhe për gjithënien mund të jetë meraku i shëndetit të saj, trupit të saj, mund të mos agjërojë, apo meraku i fëmisë saj dhe nuk mund të agjërojë. Tani lind pyetja tjetër që në të dyja rastet kur friksohet për veten e saj dhe për fëmin,
ka të njëjtin gjykim apo kur friksohet për veten e saj ka gjykim tjetër. Kjo është pastaj ndarja sipas mëdhëbeve. Kemi për mëdhëbeve që thonë, nëse femra nuk agjeron se ka merakun e shëndetit të saj, në këtë rast ajo duhet që të agjerojë. Vetëm agjerim. Nëse femra ka merakun e fëmijës, atëherë duhet agjerojë dhe të kompensojë. E rëndësishme debat mes mëdhëbeve, po më e sakta është që femra duhet agjerojë. Dhe se kompensim nuk ka në asnjë rast, përderisa ajo ka mundësi ta agjerojë. Pra kompensimi vjen vetëm atëherë kur nuk ka më mundësi ta agjerojë për shkak të sëmundjes, për shkak të tjerë. Ose për shembull ndroi jetë përpara se. Mund ta ndaj agjerimin një ditë në muaj për shembull ose. Absolutisht, këto ditë pastaj mund t'i ndaj, mund t'i përhapi gjatë gjithë vitit, nuk ka asnjë lloj problemi, sepse edhe kjo është një pyetje tjetër që motrat kujtojnë se patjetër duhet bërë një muaj i pashkëputur, mund edhe të shpërndahet. Ka edhe një çështje tjetër që është shumë interesante, për shembull një femër nuk ka agjëruar Ramazanin se ka qenë 7 zën. Pastaj e zën Ramazanit tjetër duke qenë gjithdhënëse. Pastaj për shembull le të themi mbetet pa 7 zën dhe i shkojnë disa Ramazana radhazi. Në këtë rast, le të themi ka një fetva që le të themi është sot që thuhet në këtë rast paguan, themi jo, nuk paguan. Sepse Zoti tha në Kur'an, kush nuk ka mundësi agjeron më vonë. Kështu që nuk mund të bësh pagesë apo nuk mund të bësh pagim nëpërmjet pagesës kur është mundësia për të agjëruar. Po do të thotë dikush, mirë vëlla, një femër mund të bëjë 10 Ramazan, s'ka problem. I shpërndan gjatë vitit. Për shembull, këshilla ime ka qenë për shembull që ta agjërojnë Ramazanin dimër, që është koha më e shkurtër dhe nuk ndikon as në shëndet, as tek fëmia. Le të themi dita është 12 orë, domethënë njeriu çohet në mëngjes në orën 5, han syfyrin, sabahu në 5:30 për shembull, dhe në orën 4:30 hyn akşami, edhe detyrimin e shlyen, po të njëjtën fetva për shembull dietarët e kanë dhënë për shoferat e kamionave, ata të cilët kanë udhtim të vazhdueshëm. Ai nuk mund të dalin nga obligimi i agjërimit sepse është musliman, mirë po nuk e ka për obligim agjërimin sepse është vazhdimisht në udhtim. Atëherë çfarë bën? Dietarët kanë dhënë fatva dhe kanë thënë ai agjeron në kohën më të shkurtër të ditëve të vitit. Pra ai Ramazan duhet ta bëjë patjetër, por ka këtë lehtësimin. Edhe rasti i femrave, domethënë që janë me gjithënë apo 7 zëna, mund ta shtyjnë edhe më vonë dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Pra nuk duhet ndihen siklet se nuk po agjërojnë. Ndërkohë që atyre ju lejohet në Ramazan të falin taravit, ju lejohet në Ramazan të shtrojnë iftare, të shtrojnë syfyre, të lexojnë Kur'an, të prezantojnë tek duat, të prezantojnë për Bajram duat që bëhen, domethënë të falin namazin e natës. Të gjitha këto janë të lejuara, leximi i Kuranit, sadaka, të gjitha këto janë të lejuara. Ne po flasim vetëm për konceptin e agjërimit. A ka lehtësim? Dhe nëse ka lehtësim, si duhet ta shlyjë më vonë këtë detyrë që i ka mbetur? Hoxhë ndërroj ju e trajtuat pak a shumë do momentin që femra është me gjithë dhënie dhe ajo është duke agjëruar. Por nga ana tjetër, domethënë çfarë përcakton Islami për atë femër, sepse kam dëgjuar një hadith të dobët i cili thotë në momentin që burri e le 7 zën dhe gruaja është me gjithë dhënie, pra e le me 7 zën me një fëmijë tjetër dhe gruaja është duke dhënë një fëmijë tjetër, është sikur ta rrëzosh, domethënë atë kalorsin nga kali. Është interesante se Islami domethënë ka sjell shumë tolerancë dhe shumë lehtësime për sa i përket gruas e cila është me gjithënie, tham për ato arsye që ne i përmendëm më përpara dhe se Zoti i Madh, duke qenë ai krijuesi i femrës dhe i gruas, ai domethënë ka sjell lehtësimet që i përshtaten atij momenti, kështu që ka lehtësimet e veta, për shembull, prej le të themi mendimeve që mendojnë disa prej motrave besimtare, kujtojnë se prishet abdesi kur japin gjë, ose kur kapin atë fëmijën me pelena për shembull, ose kur lajnë fëmijën se mos prishet abdesi. Në të dyja këto raste nuk prishet abdesi dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Ndërsa për sa i përket asaj që thatë jo, faktikisht hadithi është i dobët, dhe duke qenë se është hadithi i dobët, nuk është se ne në Islam nxjerrim rregulla dhe ligje nga hadithet e dobta. Hadithet e dobta shihen, nëse me të vërtet janë shkencërisht të provuar, okej, merren konsiderat, e nëse nuk janë shkencërisht provuar, atëherë nuk merren konsiderat. Pra nuk mund të nxjerrim rregulla dhe nuk mund të japim këshilla nga diçka që është hadithi i dobët, pavarësisht se mund të jetë shumë e përhapur dhe shumë mirë e bërë, sepse nganjëherë njerëzit ndikohen nga hadithet e dobta dhe mund të ndikojnë edhe jetën e tyre për shkak të haditheve të dobta. Pra, duke qenë se është një hadith i dobët, nuk ka gjykim fetar në të. Hoxhë nderuar, ne pak a shumë e përmendën në hadith punën e gjithëdhënies dhe shtatzanisë, por cili është sugjerimi ose këshilla juaj për realitetin shqiptar kur numri i lindjeve ka rënë dhe shqiptarët po emigrojnë jashtë Shqipërisë duke të kurrur popullsinë e saj? Normalisht problemi i emigrimit është një problem që ka nevojë domethënë për një trajtesë të gjerë dhe të gjatë, dhe është një temë që
ka të bëjë me situatën në cilët jeton popullin tonë dhe kushtet e vështira etj, se nuk ka njëri që emigron nga vendi i tij për qejf apo për komoditete. Kjo është një pjesë tjetër që nuk na takon, si më thënë, ne ta trajtojmë shumë në detaje. Pjesa e rënies së lindshmërisë në popullsi, kjo është domethënë tepër shqetësuese. Unë kam lexuar në statistikat e fundit, domethënë kemi një rënje drastike të lindjeve. Kjo mund të ketë shumë arsye. Një arsye mund të jetë jetuarit rehat, një arsye mund të jetë frika e çështjes, si më thënë, e pjesës ekonomike. Janë shtuar shumë, zot na ruaj dhe zot na fal, janë shtuar shumë abortet selektive, zot na ruaj. Këshilla ime do të ishte që ne të ecim në atë që na orienton i Madhi Zot, në atë që na orienton Islami dhe besimi. Islami thotë martohuni, shtohuni, boni sa më shumë fëmijë. Nuk ka mirësi më të madhe dhe nuk ka lumturi më të madhe dhe nuk ka bekim më të madh për një mashkull se sa kur ai bëhet baba dhe për një femër se sa ajo kur bëhet nën. Dhe sa më i madh jetë numri i fëmijëve, aq më e madh është hareja në shtëpi, aq më e madh është gëzimi, aq më mirë kalohet jeta. Domethënë, nëse njerëzit sot mendojnë se një qen i lumturon apo se një mace i lumturon, apo ku e diun kanë dalë mod tani edhe gjallësat e tjera, ka dalë gjarpri në mod, kanë dalë mit mod, nuk e di, ka dalë derri në mod. Unë mendoj se atë kënaqësi që t'jep fëmia, atë lumturi që t'jep fëmia, me atë shakan, me atë zhgaravitjen e murit, me thyrjen e gotës apo hedhjen e lugës, apo thyrjen e televizorit deri në atë shkallë, ajo është mrekullia, është adrenalin, bio, energji pozitive, diçka që ty të bën të harrosh gjithë hallet, gjitha problemet dhe gjitha shqetësimet. Neve na ndodh shpesh, për shembull, mund të kemi shumë ngarkesë jashtë punës, por kur vjen në shtëpi, fëmia të puth, fëmia qan, fëmia do të lozi, fëmia ti e shumëzon çdo gjë me zero, se Zoti të ka dhënë gjithçka, të ka dhënë një familje, të ka dhënë fëmijë. Tani vetëm të mendojmë ata njerëz që nuk kanë fëmijë, se si ata e përjetojnë. Unë kam pas raste, për shembull, që kam më thoshte dikush, ore 1,5 fëmijë të kisha, vetëm t'ja nisha erën se si e ka fëmia. E Zoti më ka dhënë mundësinë, atëherë pse mos ta shfrytëzojmë këtë mirësi dhe begati. Ka dhe gjë tjetër të bukur në Islam. Një fëmijë i mirë edukuar do të thotë të mos myllen veprat e tua me vdekjen tënde. Se ai fëmijë do të lutet për ty, ai fëmijë do të japë sadaka për ty. Ai fëmijë është një libër plus, pra ti çdo njeri kur vdes me një libër të bërë. Po nëse ti lën fëmijë të mbar, të edukuar mirë, ti je autori disa librave dhe këto libra vazhdojnë, prodhojnë libra të tjerë dhe të cilat do të vinë ty si në peshorën e mirë ditën e Kiametit. Po edhe e kundërta është e vërtetë, nëse bëjmë fëmijë edhe nuk i edukojmë. Pra Islami, për ta përmbyllur, domethënë, dhe besimi dhe Zoti këshillon që njerëzit të martohen, të krijojnë familje, të shtohen sa më shumë, sepse në këtë situatë do të ketë bekim. Pra, subhanallah, është e njëjta gjë që harxhon një familje, le të themi, prej 4 vetash, ajo që harxhon një familje për 5, 6 apo 7 apo 8, është e njëjta gjë. Thjesht Zoti i Madh lëshon bekimin e tij. Ajo është pak, mirë po mjafton për të gjithë. Ashtu siç ndodh për shembull, le të themi, në mirësinë e të Madhit Zot në shumë raste dhe në shumë situata. Për këtë arsye Zoti tha, dhe unë mendoj që një njeri që e beson këtë fjalë të Zotit, si më thënë, e largon atë pjesën e frikës, si do të hajmë, si do të jetojmë. Thot Zoti, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ne ju furnizojmë juve dhe ata. Dhe ajeti tjetër, ne i furnizojmë ata dhe juve. Pra ka përmend 2 herë, neve përpara, pastaj fëmijët, dhe fëmijët përpara, pastaj neve, pra me kuptimin që si më thon, mos të bëjmë ne, si më thon, hallin e Zotit. Ne të bëjmë hallin ton, të bëjmë detyrën ton, po Zoti i Madh nuk ka lënë njeri pa furnizim, pa risk. Allahu ta shpërbleft hoxh. Amin edhe ty. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja. Ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.